Përshëndetje të dashur miq, sot do të bëjmë kost të ngrirë me fruta për të veçlit tuaj. Për këtë recetë do të na duhen 150 g kost, 100 g borronica, 100 g banane, 75 g fruta mikse. Gjëja e parë që do bëjmë është të presim frutat në copa të vogla sepse na duhen për zbukurim. Më pas në një tas do të hedhim bananën, të cilën do ta ndajmë në copa të vogla, mund ta prisim me thik apo të ndani me dorë siç po e ndaj edhe unë. Tek banania do të shtojmë gjithashtu edhe borronicat. Ajo që do të na duhet tani është një blender në formë shkopi në mënyrë që t'i bluajmë frutat së bashku dhe të krijojmë një formë pureje. Nëse nuk keni një blender të tillë, mund t'i bluani çfarëdo lloj blenderi që të keni ose mund t'i shtypni edhe me dorë frutat. Kur frutat e janë gati, do të shtojmë kostin dhe do t'i përzijmë së bashku derisa të krijohet një masë homogjene. Mosha e duhur për t'ia përgatitur këtë recetë të vegjëlve tuaj është rreth 1 vjeç, por nëse ju mendoni se ata mund ta konsumojnë, mund t'ia përgatisni edhe pak më herët. Hapi radhës është se do të marrim një tavë dhe në të do të vendosim një letër kuzhine. Letra e kuzhinës na duhet në mënyrë që masa që kemi krijuar të mos ngjisë në tavë dhe ta kemi më të lehtë për ta hequr në fund. Fillimisht mua nuk po më qëndronte sepse letra e kuzhinës është shumë e rrëshqitshme, por kur holla masën sipër, ishte më e vështirë që ta rregulloj dhe ta manovroje. Pasi kemi përhapur në mënyrë të njëtrajtshme të gjithë përbërjen në tavë, do të vendosim sipër frutat që prem në fillim në copa. Frutat mikse që unë kam përdorur janë nektarini, lështry dhe borronica, por ju mund të përdorni çfarëdo lloj frutash që keni në shtëpi apo që fëmijët tuaj e kanë qef. Kjo recetë është një snack shumë i shëndetshëm dhe i shijshëm për të vegjëlit tuaj që gjithashtu mund të ndihmojë edhe me dhimbjet e dhëmbëve nëse të vegjëlit tuaj janë duke i dalë dhëmbët. Kur të përfundoni, do ta vendosni në ngrirje për 3 deri në 4 orë derisa të ketë ngrirë plotësisht. Kur të jetë gati, e nxjerrim nga frigoriferi, e heqim nga letra dhe e thyem në copa të vogla, mund ta thyeni me dorë apo edhe mund ta prisni me thik si të dëshironi ju. Vendosni në një pjatë disa copa që fëmija juaj do t'i hajë momentalisht, pjesën e mbetur futini në një tas dhe futeni përsëri në frigorifer në mënyrë që fëmija ta konsumojnë në ditët në vazhdim. Shumë faleminderit që ndoqët videon, uroj që të vegjëlve tuaj t'ju pëlqejë kjo recetë, mos harroni të bëni një like dhe një subscribe në kanalin tonë. Mirupafshim!